Shteti italian tashmë ka hapur një hetim zyrtar mbi pretendimet se gjatë luftës në Bosnjë e Hercegovinë, pasanik të huaj kanë paguar shuma të mëdha parash për të marrë pjesë në atë që është quajtur turizëm snajperësh, ku janë qelluar civil në Sarajevën e rrethuar. Ky hetim u nxit vitin e kaluar nga dëshmitë e ish oficerit të inteligjencës dhe sigurisë ushtarake të forcave të armatosura të Bosnjës, Edin Subasic. Këta janë njerëz shumë të pasur, shumë të fuqishëm dhe me ndikim në komunitetet e tyre, dhe kjo është një nga arsyet pse ata kanë qenë të paprekshëm deri më tani. Nuk është se këto fakte nuk njiheshin në Itali, por hetimet nuk u hapën sepse ata, përmes ndikimit dhe autoritetit të tyre, ishin në gjendje t'i ndalonin ato. Deri tani ja dolën, megjithatë me sasinë e provave që detyroi prokurorin të hapte një hetim dhe me presionin e madh publik, mendoj se pushteti i tyre është tejkaluar dhe se tani diçka do të ndodhë. Hetimi u nis nga Ezio Gavazeni, një shkrimtar italian i cili kishte mbledhur prova mbi pretendimet, si dhe nga një raport i dërguar nga ish-kryetaria e Sarajevës. Dove erano le testimonianze? Kam dëshmi, madje edhe vetë Sarajevo Safari, dokumentari që në vitin 2022 e preku këtë temë e ngriti këtë çështje. Ka dëshmi të familjeve që humbën më të dashurit. Për shembull, një vajzë e vogël u godit nga snajperi derisa ishte në karrocë fëmijësh. Snajperi qelloi foshnjën e jo prindrit e tyre, sepse qëllimi i snajperit ishte të shkaktonte dhimbje maksimale, jo vrasje, por vrasje me dhimbje maksimale. Ndërkohë, ish-kryetaria e Sarajevës ka deklaruar se informacionin e parë për gjuetarët e shpërblimeve e kishte siguruar nga një vullnetar serb i kapur rob. Në vitin 2022, pas publikimit të filmit Sarajevo Safari, unë trondita nga krimet që ishin kryer në Sarajev gjatë rrethimit. Ne dinim se snajperët po vrisnin njerëz, po vrisnin fëmijë, por nuk e dinim se snajper të huaj vinin në turne fundjave në Sarajev për të vrarë fëmijët tanë dhe se ekzistonin madje edhe lista çmimesh. E kisha përgjegjësi morale dhe zyrtare për të vepruar, ndaj në vitin 2022 ngrita një kallëzim penal në prokurorinë e Bosnjës në departamentin për krime lufte ku dorëzova gjithçka që dija në atë kohë nga vetë filmi. Hetimi ka ringjallur kujtime të dhimbshme për bosnjakët, të cilët thonë se drejtësia është vonuar shumë për krimet e kryera në Bosnjë. Sarajeva u rrethua nga ushtria e Republikës Serbe nga viti 1992 deri në vitin 1995. Rrethimi që zgjati rreth 1500 ditë ishte një nga më të gjatët në historinë moderne evropiane. Më shumë se 1600 fëmijë u vranë dhe mbi 14000 u plagosën.